Jam lagje akoma. Ora është 9:05, po e di që kemi pasur probleme madhe furnizimit me ujë sot. E di që uji në për gjithë zonën e njësisë nëmër 5, përfshi komunën e Parisit, lagjet e poshtme, edhe Tiranë e Re ka qenë thuajse me dhe. Ka qenë një defekt shumë i rëndë në daljet në stacionit apo të stacionit e Lana Bregasit. Natyrisht, furnizimi mbas ditës pas eliminimit defektit në tubacione ka qenë me ujë të pastër. Do duhet që banorët në radhë parë, ata që janë me depozita, të bëjnë pastrimin e plotë të depozitave të tyre, dhe së dyti, ata që janë pa depozita të mbajnë rubinetat hapur me qëllim që filloj të rrjedhë ujë i pastër e tubacionet pastrohen një herë e mirë. Kërkojmë shumë ndjes, po janë defekte që ndodhin. Tubacioni është shkëputur, ujësielësi e ka riparuar në kohë rekord, aq sa vetëm një furnizim ka qenë i tillë. I dyti, ky pas ditës me ujë ka qenë në ujë të pastër. Do duhet vetëm që të bëjmë atë që ju thash, pastrojmë depozitat për ata që janë me depozita, ose të mbajmë rubinetin e hapur për gjithë ata që marrin furnizim drejt për drejt nga rrjeti. Ndjeseni një herë.